mund t'i kenë çuar dhe materiale autoritetet shqiptare, por kam parë nga ana e tyre një neglizhencë, një harresë. Që e kemi parë, është shprehur për dosje tjera kjo. Është shprehur për dosje tjera. Dhe janë detyruar që të flasin në këto forma, në indirekte, pra për të komunikuar me publikun. Përsëri është pak Cili është aspekti rënd i kësaj situate? Pra le ta marrim pak situatën në tërësi. Ne dim këtë ngjarje. Gjë më e rëndë në këtë është që autoritetet shqiptare nuk hetojnë për gjëra të rëndësishme, për gjërat që i interesojnë publikut. Po vetë fakti e kanë fjalën avokat. Ajo është futemi edhe në një lloj absurditeti, sepse këtu është bërë një reformë e madhe të drejtësisë. Janë paguar shumë para nga autoritetet e huaja, nga BE-ja dhe nga shteti shqiptar, për të patur një sistem gjyqësor dhe një prokurori që të ftoj krimin organizuar dhe korrupsionin, ndërkohë ka ndodhur e kundërta, korrupsioni nga vit në vit është rritur, po kështu edhe krimi organizuar, niveli dhe forca e krimit organizuar është rritur. Edhe nga ministrja e Bangladeshit, e Ekuadorit në OKB. Krahas kryes reformës në drejtësi, që u bë për qëllimi kryesor i saj ishte një nga qëllimet kryesorë ishte edhe lufta kundër ose domethënë rritja e efikasitetit të luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit në nivele të larta. Kjo gjë nuk ndodhi, ka ndodhur e kundërta. Ndërkohë absurditeti vazhdon sepse kjo përsëri vazhdon të lavdrohet reforma në drejtësi nga autoritetet e huaja nga Bashkimi Evropian, ndërkohë që kjo reformë ose këto institucione që kanë dalë nga kjo reformë nuk po realizojnë qëllimet për të cilat. Dhe po matet, po ka raste vazhdimisht që po matet, pra. Po jepet vazhdimisht mundësia të matet. Po prapë ka dështuar për mendimin tim dhe përsëri vazhdon inkurajimi ose inkurajimi nga autoritetet e huaja, pra ka si thosh nga njëri krah është shqetësimi për luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë, nga krahu tjetër këto instrumente që ekzistojnë ose që janë bërë me ndihmën e Bashkimit Evropian në Shqipëri për këtë qëllim nuk funksionojnë, por ka një politikë, domethënë, nga ana e Bashkimit Evropian që vazhdon të përkrahë reformën në drejtësi ta mbështesë atë, edhe pse kjo është e dështuar dhe nuk ka arritur nuk tregon efikasitetin e duhur për. Po, zoti Trenova, dhe duke ndalur tek fakti në vetvete, tek ajo çfarë dhe duket për shembull, dhe kjo publike, apo te intervista djeshme. Në opinionin publik, kjo të lë përshtypje sikur vetë BE-ja nuk i intereson. Pra, në vetvete nuk i intereson lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit në nivele të larta. Por intereson. Po i ngelet ka vetëm nëpër letra, nëpër raportet e saj. Nuk është se e ka shumë serioze këtë gjë. Por dikush tjetër e ka seriozisht. Duket sikur nuk e ka serioze. Po, dikush tjetër e ka seriozisht. Në këtë rast janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë të paktën 2 takimet të fundit që ka bërë me ministrat e rinj, por nuk ka qenë vetëm ai rast. Brenda harku kohor të 2 muajve, e ngarkuara me punë ambasadën amerikane Nancy Van Horn ka theksuar dhe mendimin e regjisë tani do doja që të ndiqja statusin që është publikuar nga ambasada amerikane për sa i përket takimit me ministren Albana Kociu, po kështu edhe me ministrin Lamallari. Në të dyja rastet është theksuar rëndësia dhe prioriteti i asaj që quhet një objektiv tani nga presidenca amerikane për luftën ndaj karteleve, narkotrafikut dhe kështu me radhë. Shtuar kësaj, zoti Trenova, se janë të gjitha të dhëna shumë të rëndësishme këto, një deklaratë shumë të rëndësishme që ka ardhur pikërisht sot nga ministrja e Ekuadorit, e cila e ka theksuar dhe ka ngritur shqetësimin lidhur me kartelet shqiptare, lidhur me Sinaloan në OKB. Pra, kemi kaluar në nivele të tjera që prekin sigurinë ndërkombëtare do doja që të më analizonit ju pak më shumë. Aruba në vetvete, të dhënat nga Aruba, çfarë tregojnë? Tash situata, domethënë po të shohim politikën e Shtetit të Bashkuara të Amerikës me administratën Trump ka një ndryshim, domethënë ka një ndryshim rrjedhje sidomos në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe është fokusuar kryesisht në luftën kundër karteleve të drogës, po e pam këtë në atë konfliktin që patin Shtetet e Bashkuara